Dasma tradicionale Gjirokastrite, një prej krenarive të shumta të qytetit të Gur, turisol për 2 mbrëmje resht, bazuar në librin e shkrimtares Musine Kokalari, ashtu siç ajo e ka paraqitur në librin e saj Saut Tundjeta, votuar vetëm disa muaj pas çlirimit të Shqipërisë. Ky event synon mbajtjen gjallë të kësaj pjese të çmuar të identitetit tonë kombëtar, por edhe prezantimin e tij tek turistët e shumë që e vizitojnë Gjirokastrën. Flitet për një dasëm të viteve të shkuara. Është një skenar mbi bazën e librit të Musine Kokalarit dhe flitet për zakonet, për traditat e Gjirokastra, po shumë vite përpara. Janë zakone dhe tradita të cilat i ka Gjirokastra vetëm dhe ndryshojnë nga traditat e qyteteve të tjera dhe ne mundohemi që t'i ruajmë këto tradita me qëllim që dhe t'ja kujtojmë këtij brezit të ri. Gjithë qëllimi është që turistët që do vinë do jenë pjesë e këtij spektakli. Kjo është e veçanta. Ata do vinë të shikojnë, të ndjekin spektaklin, por ndërkohë ata do jenë dhe pjesë e këtij spektakli. Dhe këtu është e gjithë bukuria, që të njihen me këto tradita. Ky event bëri bashk artistë popullor të këngës dhe valles tradicionale, por edhe aktorë amator që interpretuan të gjitha rritet e kësaj dasme, të cilat u ndoqën me interes nga turistët. Vi nga Irlanda për herë të parë në Shqipëri. Ajo që përjetuam sot në Gjirokastër ishte një mrekulli. We're from Austria. Unë vi nga Austria, e kam shijuar shumë këtë shfaqje sonte, ishte interesante, shumë argëtuese njëkohësisht. Nga organizatorët është hedhur ideja që spektakli ngjyrave, këngëve, valleve, riteve të kthehet në i përditshëm gjatë sezonit turistik. Duam ta bëjmë në vazhdim, duhet të ketë një event të shtuar në Gjirokastër, që është ruajtja e traditës kulturore, jo vetëm siç po bëhet, si po merrem me traditën materiale, tani duam merrem edhe me traditën kulturore. Duam të bëjmë një event të përditshëm. Target grupi janë të huajt, turistët që vinë në Gjirokastër. Ne kemi menduar që të bëjmë një traditë në Gjirokastrite, siç është dasma Gjirokastrite që përmbledh një traditë të Gjirokastrës, ta bëjmë të përditshme dhe për t'i dhënë një vlerë tjetër këtij qyteti që ka shumë vlera, po i shtojmë dhe mundohemi ta shtojmë dhe ne një. Ky organizim u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia Gjirokastër.